më lejoni që në këtë ditë të prezentoj një agjendë, të bëj një thirrje për unitet, jo për koalicion bashkëqeverisës, por për një gjendje dalëse emergjente të dobishme gjithsesi për Republikën e Kosovës. Mund të mos jetë më mira, natyrisht se është më mira, natyrisht e Kosovës do t'i duhej dhe opozit, por para se t'i duhej opozita, Kosovës i duhet fillimisht qeveria, pra i duhet pozita. E më pas në këtë vijë të njoftoj po ashtu mbi përballjen e temave që do duhet ta gërdoshim gjithë në skenën politike aktuale. Pikat e kësaj agjende që keni ju para vetes sot kanë autorizimin e kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, kanë autorizimin e grupit parlamentar të LDK-s të në mbledhjen e përbashkët të mbajtur me 15 maj, por janë vetëm dokumenti i LDK-s. Pra në mënyrë që ato të jenë komplete dhe kuptim plote, duhet kishin dhe kontributin dhe përmbajtjen e palëve tjera. Qeveria Unitetit Kombëtar, siç e quajmë qeveria kombëtare e tranzicionit, pra unitetit kombëtare e tranzicionit sepse ka periudhë kalimtare apo shkurte, nuk është për 4 vite, është deri në zgjedhjen e presidentit të Republikës Kosovës, do të fokusojë në 15 pika themelore. Dhe ato janë si në vijim. Pika e parë është funksionalizimi i institucioneve kushtetuese dhe departiakizimi i tyre. Në këtë pikë do të akordoheshim të përmbyllim zgjedhjen e vendeve vakante në gjitha institucionet e pavarura kushtetuese që presin votimin e Kuvendit të Kosovës, dhe këtu më lejoni të them që ka një urgjencë bazike në vendet vakante të gjykatës kushtetuese të Kosovës, e cila nëse vazhdon kriza politike në Kuvendin e Kosovës për një periudhë gjatë, mund të rrezikojë edhe paralizimin e saj. Tani paramendoni një gjendje ku institucionet e Kosovës nuk janë funksionale dhe kemi një gjykatë kushtetuese që nuk do të ketë pozicionet të plotësuara dhe praktikisht Republika e Kosovës mbetet dhe pa institucionin interpretues më të lartë kushtetues të vendit. Në këtë pikë, qeveria e unitetit do të merret dhe me departiakizimin e institucioneve të pavarura, rradh parë vënien e drejtuesve profesionist e të pavarur partiakisht në institucionet kryesore të pavarura kushtetuese dhe zgjedhjen e gjitha emërtimeve të ushtruesve detyrave që i kemi gjithandej Kosovës. Pjesë angazhimit do të jetë dhe reformatimi plot i gjitha bordeve të ndërmarrjeve publike, aty ku aferrat e fundit korruptive kanë shpërthyer. Besojmë se pa interferime partijake i japim dhe frymë ndërmarrjeve, po japim dhe të drejtë prokurorisë që të bëjë hetimet e domosdoshme. Pika 2 është pasë e rëndësishme, ka të bëjë me dakordimin e plot për rritjen e pagave dhe zbatimin e ligjit të pagave. Rritja e pagave për mësimdhënësit, profesionistët shëndetësor, punonjësit e sigurisë dhe administratës shtetërore, duke rikthyer dinjitetin institucional të shërbimit publik, do të jetë prioritet i periudhës kalimtare të qeverisë së unitetit. Pika e tretë me cilën do të mirëshim gjithë bashkërisht, do të ishte pakuja emergjente për menaxhimin e krizës energjetike. Në fokus të veçantë të qeverisë do të jetë miratimi një pakuje gjithëpërfshirëse për përballimin e krizës energjetike pas rritjes së faturave të energjisë elektrike dhe pas pritjeve për rritje të më të teshme në vjeshtën e këtij viti, si dhe heqja të VSH-s për çdo faturë të energjisë në Kosovë. Zgjedhja e veçantë do të jepej dhe krizës së tanishme, protestës së madhe që e kemi të sektorit privat, duke gjetur rrugëdalje të përbashkët mes qeverisë unitetit, sektorit privat dhe krizës energjetike që na vjen. Pika 4 ka të bëjë me nisjen e projektit kombëtar për gazifikimin e Kosovës. Qeveria e unitetit nuk mund të bëjë gjithë gazifikimin e Kosovës, por do të niste hartimin dhe miratimin e planit kombëtar të gazifikimit dhe do të niste procedurat për ndërtimin e një centrali me gaz. Në momentin e parë që nisim këto procedura, si qeveria e unitetit dakordohemi që këtë projekt ta vazhdojmë pavarësisht se kush vjen nesër pas zgjedhjeve të reja në pranverën e vitit 2026. Pikë e 5 është shumë e rëndësishme, besoj më e rëndësishme, ka të bëjë me rindërtimin e partneritetit me BE-n dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe rikthimin e politikës së jashtme aktive. Kthimi i besimit politik me BE-n dhe SBA-t përmes një qasje të përgjithshme shtetërore në funksion të heqjes fillimisht të masave ndëshkuese dhe rivendosjes së marrëdhënieve strategjike me aleatët euroatlantik është prioritet i qeverisë së unitetit. Këtë drejtim do të përgatitet një platformë unike e gjitha partive politike shtetërore për dialogun me Serbinë, e ndërtuar mbi dakordimin e brendshëm politik fillimisht dhe në koordinim me aleatët ndërkombëtar, duke vënë fokus kushtetueshmërinë e Kosovës, integritetin territorial,
dhe sovranitetin e plotë të Republikës Kosovës. Pra do të bëjmë një platformë të brendshme, të dakorduar mbi të cilën platformë do të diskutohet secila palë pas zgjedhjeve tashme në implementimin e plotë. Qeveria Unitetit Kombëtar po ashtu do ndërmarrë ristrukturimin e plotë shërbimit diplomatik Kosovës, i cili gjendet pranë kolapsit të plotë pas 4 viteve kësaqeverisje, duke kthyer profesionalizmin dhe shkëputur përfundimisht diplomacinë nga emërtimet jo profesionale. Pikë 6. Brenda një shumice të tillë, në një unitet të tillë, do t'i votoni marrëveshje ndërkombëtare në Kuvendin e Kosovës, një pjesë të cilave janë buzë rrezikimit të plotë, me mos funksionalizimin e Kuvendit të Kosovës. Por rrezikojmë dhe marrëveshje ndërkombëtare që janë në shërbim të vendit tonë qytetarëve tonë. Pikë 7. Do të jetë fillimi i procesit vettingu në sistemin e drejtësisë. Kombëtar do ndërmarrë hapat e parë konkret për fillimin e procesit vettingut, fillimisht nëpërmjet miratimit të infrastrukturës ligjore dhe kushtetuese të nevojshme, dhe më pas me implementimin e pilot procesit vettingut, sepse bëhet fjalë për një periudhë të shkurtë, jo më shumë se 10 muaj. Pikë 8. Do të ishte fillimi i projekteve me rëndësi të veçantë për vendin. Dhe Qeveria e Unitetit do të heqte gjitha pengesat burokratike të projekteve madhore kombëtare. Prioritet veçantë do të jepet projektit tunazës së jashtme të kryeqytetit, ndërtimit të Spitalit të Ri të Kosovës, ndërtimit të qendrës kombëtare të sportit, si dhe ndarjes së buxhetit për trajtimin e deponive të mbeturinave në tërvendin. Këto projekte synojnë gjenerimin e punësimit, zhvillimit ekonomik dhe forcimin e infrastrukturës publike. Pikë 9. Do të flasim për reformën kushtetuese në funksion të stabilitetit institucional. Në një qeveri të unitetit do të trajtonim dhe këtë praktikë të tanishme në për cilën po kalojmë. A do duhet kemi ndryshime kushtetuese që nesër, pas zgjedhjeve tashme, mos vijmë në situata të tilla ku mblidhemi vazhdimisht pa ndonjë rezultat. Pra bëjmë një reset institucional kushtetues të Republikës Kosovës brenda një periudhe të shkurtë. Prioritet do të jepet krijimit nga Kuvendi i Kosovës të një komisioni ad hoc me përbërje profesionale dhe përfaqësim të gjerë politik me mandat për përgatitjen e propozimeve për reformë kushtetuese, fokus për saktimin e qartë procedurave funksionale për konstituimin e Kuvendit, pra gjendjen e tanishme, në dy sigurimin e balancës dhe kontrollit efikas ndërmjet pushteteve. A duhet t'jesh deputet, a duhet t'jesh ushtrues detyre në ditën kohë, pra e bëjmë këto revidime, evidentime brenda një periudhe dhe vëmë Kosovën në binhar institucionale kushtetues, dhe në të tretën evitimin e bllokadave eventuale. Pika 10 nga 15 është hartimi i strategjisë kombëtare të reformës thellë në arsim, duke filluar nga riorganizimi i rrjetit të shkollave deri te organizimi i mësimit tërditor në qytetet e Kosovës. Kjo strategji, pra është vetëm dokument strategji, me të hartuar do shërbente si udhëzim i qeverive tashme që do të vinë. Mirë me vesh si do ta bëjmë reformën në arsim, mirë me vesh si do ta bëjmë mësimin tërditor në gjithë Kosovën. E lëmë si dokument si shtyllë bazike, sepse është afatgjate për secilën qeveri që vjen më pas. Pika 11, po aq e rëndësishme është përgatitja institucionale për lojrat mesdhetare që tani po vihen në rrezik. Themelimi i mekanizmave ndërinstitucionale dhe nisja procedurave për ndërtimin e infrastrukturës sportive, akomodimin dhe logjistikën për ngjarjen më të madhe ndërkombëtare të sportit që ka pasur ndonjëherë Kosova, do të ishte prioriteti i qeverisë së unitetit. Pika 12 është reforma strategjike e sigurisë dhe mbrojtjes. Qeveria Unitetit do ndërmerte masat e një rishikimi gjithëpërfshirës të sektorit sigurisë dhe mbrojtjes, dhe ky proces do të fillojë me azhurnimin e strategjisë së sigurisë kombëtare dhe strategjisë së mbrojtjes në përputhje me realitetet e reja rajonale dhe globale ato që po na ndodhin tani. E 13 pikë ka të bëjë me rishikimin e formulës për buxhetin e komunave, gjitha komunave të Kosovës, dhe ndryshimet e nevojshme legjislative përfshin ndarjen e buxhetit veçantë për adresimin e kërkesave të kontratave kolektive. Secila komunë Kosovë, sa ka probleme në kontratave kolektive, një qeveri unitetit do të adresonte me emergjencë një situatë të tillë. Pika 14, përgatitja për zgjedhje të rregullta dhe të lira demokratike brenda 10 muajve, dhe në këtë fazë do të flisnim për reformimin e procesit zgjedhor, për rritjen e integritetit, gjithëpërfshirjes dhe besimit publik. Dhe e fundit, e 15-ta, mekanizmi i transparencës dhe llogaridhënies për periudhën kalimtare. Pra do të themelonim një mekanizëm të posaçëm monitorues me pjesëmarrje të shoqërisë civile, të mediave, për të raportuar çdo 3 muaj mbi zbatimin e kësaj agjende.
Ky mekanizëm do të publikonte raporte periodike mbi progresin, pengesat dhe do të jetë garanci për qëllimin e përbashkët, një tranzicion të suksesshëm dhe transparent. Pra, kjo është agenda jonë e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në një kohë cinizmit e konfuzionit, ne zgjedhim besojmë se përgjegjësia është ende mundur. Që shteti nuk është as pronë e partive, por është trashëgimi dhe detyrim i qytetarëve. Që krizën cilën po e kalojmë tani nuk është fundi, por është një mundësi e shkëlqyeshme për të pasur një fillim të mirë. Qeveria e unitetit kombëtar nuk është e përhershme, nuk është zgjidhja më e mirë e mundshme, por është përgjegjësia që ajo bart me veti e domosdoshme për gjendjen e tanishme. Është një kontratë e nderit mes forcave politike dhe qytetarëve të Kosovës pa dallim për ta nxjerrë vendin nga kriza e tanishme dhe për të krijuar një fundament e bazament që të kemi të ardhme depolarizuese, normale, demokratike në Republikën e Kosovës.